Shiko, nëse protesta, domethënë, ka arritur të artikulojë dhe të bindë qytetarët në kërkesat e veta, unë mendoj se ajo automatikisht do të shndërrohet në një forcë politike shoqërore. Dhe pastaj edhe qytetarët, sepse kjo energji që është prodhuar deri tani do të vlerësohet nga qytetarët, do të shikojnë nëse sa është e sinqert apo jo, që për mendimin tim është tepër e sinqert, dhe mendoj se do të jap efektin e duhur në kohën e duhur. Ajo është, domethënë, ajo protestë e cila ka rezultuar deri në këtë moment, mendoj se ka kërkuar dhe kërkon për të kthyer sovranitetin e qytetarit. Pra, për të cilën realisht qeveritë shqiptare që nga viti 1941 dhe sot realisht i kanë nëpërçmuar e të tjerë. Por në këtë protestë, siç thoni ju, kanë ardhur në ndihmë jo vetëm nga rrethet në Tiranë për të protestuar, por dhe shqiptar nga trojet, përveç diasporës mërgata. Kemi nga Kosova, nga Maqedonia, shqiptar të Çamërisë, të Luginës, pra kanë ardhur gjithë në Tiranë duke kthyer në një betejë kombëtare këtë. Po pse duhet të privohen ata shqiptarë si dhe ne të tjerët? Por në Kosovë edhe unë personalisht një ditë pas masakrës së Reçakut jemi mbledhur në Sarandë, përpara ish bashkisë Sarandë, kam bërë thirrje për armë, jam drejtuar Xhep Mejdanit në atë kohë, thirrje për armë në mbrojtje të interesave kombëtare, në mbrojtje të vëzhgëve ta shqiptar. Po u ç'kisha unë që të flisja atëherë? Që ishte nën pushtimin e serbëve. Këtë thotë pra një ditë pas masakrës së Reçakut, po ta rikonfirmoj edhe një herë. Këtë thotë OVL-UÇK-ja, pra veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që nëse do kërcenoheshin kufijtë e Shqipërisë, e zëm një rast hipotetik nga Greqia apo dikush tjetër, atëherë ne do ishim gati për të ardhur, po ju e keni një çështje të brendshme politike, sikur tha Ramush Haradinaj, edhe jeni më të zotë se ne për ta zgjidhur vetë. Ata janë, nuk e kam dëgjuar zotin Haradinaj, po ata janë shqiptar si ne, ata ndihen shqiptar si ne, sepse edhe ne ndihemi dhe shqiptar dhe kosovar dhe Luginas dhe Çemër, pra më kupton, ata shqiptar dhe ata kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre. Gjithsesi ata nuk 5 veta apo 10 veta nuk përfaqësojnë janë shumë pak, në minorancë, por këtu diskutohet sepse këtu janë qindra mijëra shqiptar brenda territorit administrativ shqiptar. Dhe kjo nuk mund të mua më duket abuzim, ndoshta do të thonë thjesht për të hedhur tymnaj për të ngatruar që janë të tjerë që vinë paraqesin tërmull. A është në gjendje kjo qeveri sot dhe qeveritë e para dje të artikulojë dhe të argumentojnë se kjo protestë nuk ka bazë? Është në gjendje kjo qeveri të thotë pse shpopulloi këtë kom? Se kanë ikur mbi 1,5 milion shqiptarë zotëri. Ndoshta janë edhe më shumë. Pra është në gjendje të thotë qeveria shqiptare sot që pasuritë kombëtare shqiptare nuk po keq menaxhohen? A është në gjendje të thotë që interesat kombëtare nuk janë shitur? Pse do të përqendrohemi ne, jo po është ai, jo po është ky, sepse ashtu abuzohet dhe duke goditur persona të caktuar. Pra për të rregull vëmendje, nuk po themi se s'ka persona të caktuar, ka persona të caktuar aty sot që kanë ardhur të infiltruar nga agjencitë antishqiptare, absolutisht. Kjo ndodh në çdo vend të botës. Po shishi. Mos na duket çuditëre. Agjencitë lizvatuese ku janë, se deri tani kemi parë që policia ka proceduar vetëm protestues që kanë bllokuar qarkullimin. Sepse i nderuar shko çfarë ndodh. Në vetë kushtetuta, vetë ligjet shqiptare ndërtuar në një formë të tillë që gjithçka duhet të varet nga një dorë. Nga liderët e mëdhenj që kanë udhëhequr këtë vend, që kanë marrë në qafë këtë vend, pra liderët e mëdhenj. Shërbimi informativ zotëri nuk duhet të ketë varësi nga kryeministri. Fare. Madje shërbimi informativ, nëse do të ishte një shtet i konsoliduar, duhet të kishte edhe një strukturë të posaçme neutralizuese, e cila në momentet të caktuara të kishte dhe fuqi ekzekutive. Pra për të cilat unë nuk mund të flas sepse ajo flitet në vend tjetër dhe me akte normative dhe me ligje të veçanta, por sidomos me akte normative të cilat nuk bëhen publike. Një lloj autonomie thoni ju. Shumë autonomi. Shërbimi informativ zotëri është shtylla e një kombi. Nëse cënon sot interesat e Amerikës sot, provoje çfarë ndodh. Pra pas zbulim nuk ka shtet. Pra, më kupton, kurse tek ne ndodh e kundërta.
ku janë gjithë të fonde që marrën shërbim informativ dhe çfarë roli luan shërbimi informativ? Si që ngërkan agentura të huaja këtu dhe duan të rrëzojnë liderin e madh, sepse ka cënuar, domethënë, nuk e duan 5 veta, jo më zotëri. Këtu diskutohet dhimbja një kombi, unë nuk e di nëse isha herën e parë që thash, zotëri, a kupton se do të thotë të ndash fëmijë dhe të shpopullosh një vend? Është krimi më i rëndë, unë gjykoj një krim më i rëndë. Nëse do të ishim në një shtet konsoliduar, ky do të quajë genocid i moderuar. Se çfarë duhet bëj, çfarë bëri Slobodan Miloševići mbi Kosovën? Shpërnguli një kom të tërë, këtu sot po të shëron vendi më zotëri. Shko nëpër vende, nëpër trojet shqiptare, nëpër fshatrat shqiptare, nëpër krajinat shqiptare, janë larguar njerëzit më zotëri. Dhe ky na nxjerr dhe idenë tjetër që do të konfiskojë të gjitha pasuritë që janë tani kur. Kush e ti më zotëri, pasuria? Ti shkel Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut mbi pasurinë, ti shkel kushtetutin e vendit. Si u marr ka pasuria me forcë? Pra, më kupton? Pra, do të thotë që unë nuk e di se kush ja servir kryeministit këto. Po, kush ndikon më shumë nga kjo e sekuestrimit pasurisë? Se njëri nga bashkëbiseduesit të gjithë qytetarët rrezikojnë zotëri, të gjithë qytetarët rrezikojnë. Pse duhet të marrësh pronë Erdoganit në Turqi? Shiko pak, juve keni sot rastin e Greqisë që ka prezënë popullsinë çame. Nuk është jetësuar as i pronë. Përse? Po sekuestro preventive. Po nuk është jetësuar më zotëri, pa jam dakord. Jam dakord, ai ka ligjin e luftës, qëllimisht ka bërë që të mos të hyjnë, domethënë qemrit atje, mos hyjë popullsia shqiptare, se do kërkoj të drejta, do kërkoj drejtat e shkollës, do kërkoj të drejtat e gjuhës, do kërkoj e të tjera, do kërkoj të njihet si minoritet. Pra, ndërsa ti thua që unë thua do të sekuestroj dhe konfiskoj pasurinë e kaloj shtetit. Kush e ti do marrësh pasurinë e shtetit të shtetësve qytetar? Pra, më kupton, këtu duhet përqendrohet kryeministri. Jo të përqendrohet tek personazhe. Unë nuk po them se s'ka personazhe, mund të ketë personazhe të infiltruar, mund të ketë personazhe të inkriminuar, unë nuk i paragjykoj, por sa kam parë, sepse dhe unë kam mbajtur protestë aty vinë qytetarë të ndryshëm, sepse atje s'vjen vetëm një grup personazh. Atje ka vajtë qindra mijëra persona. Një pjesë janë sot, një pjesë janë nesër, më kupton? Aty shikojnë qytetarë të ndryshëm nga me gjitha bindje politike, në fund të ditës zëri qytetarëve zotin duhet dëgjuar. Ata kërkojnë të drejtat e tyre, ata nuk kërkojnë që t'i vënë kryeministri të zënë vendin atje. Jo. Ata thonë duam transparent, duam këtë. Dhe pse nuk jeni transparent ju? Se në fund të ditës nga këto votat e qytetarëve ka vajtur aty ky lider i madh. Tiranët e këtij vendi që kanë marrë në qafë, që nga Elve Hoxha i pari, e sklavëroi kombin, i masakroi familjet më fisnike, i denigroi deri në atë sa që i bëri si gogol, pra gjithë familjet fisnike, gjithë ata adeptarë që kanë derë gjak, gjithë firmëtarët e pavarësisë, gjithë pinjonët e tyre, pasancët e tyre, atë bëri Sali Berisha në 96-ën, ku qarkullonin njerëzit në Vlorë, 300 veta thoshte